Kush e ma mend të porosia e madhe që e lexuam javës kaluar? Hajde shkojmë te porosia e madhe. Mateo 28 e porosia e madhe. Ka mundësi që ju e dini përmes gjithave, se është porosia e madhe mo? Është e madhe shumë. Kështu që Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, shkoni pra dhe bëni çfarë? Yes. Shkoni, bëni dishepull nga gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, Birit, Frymështit, dhe vargu tjetër, ja si vazhdon, e duke i mësuar të zbatojnë të gjithë gjërat që unë ju kam urdhëruar, edhe premtimi është dhe ja unë, tha Jezusi, do jem me ju gjithë ditët deri në marrim të botës. Kështu që kemi parë që Perëndia ka premtuar, unë mund të bëj shumë, jashtëmase më shumë, edhe në këto udhtim të dishepullit, në këto udhtim të dishepullit për të bërë si mjeshtër, ne kemi synim javë pas jave për zbuluar çka ka Perëndia më shumë. Sa ai ka thënë, do bëj jashtëmase më shumë, ne jemi dishepujt e tij, por para se të bëjmë dishepuj, siç thot Jezusi, hajde stabilizojmë një çfarë do të thotë dishepull, edhe pastaj rrugës do jemi duke bërë dishepuj. Kështu që sot do shohim gjërat më bazike që bën një dishepull. Edhe javës tjetër do shtojmë diçka, edhe javës tjetër do jemi duke shtu. Jo hedh miell e hedh ujë. Po do jemi duke shtu bazat e disiplinës së një dishepulli. Sepse kush e ma mend, çfarë bën një dishepull? 3 gjëra bën të një dishepull ndaj një mjeshtri, sepse fjala dishepull përdoret në shumë nivele. Dishepulli çfarë bën? Do kush e ma mend? Rrinte me mjeshtrin, kishte qëndrim si mjeshtrit, bënte si mjeshtri. Kishte, kështu që sot do shohim të parën, dishepulli rrinte me mjeshtrin çdo ditë. Çdo ditë. Edhe për ne, di çfarë kuptimi ka? Ne jemi dishepujt e Krishtit, çfarë kuptimi ka? Që ne rrim me mjeshtrin. Kjo ka kuptimin me atë që quhet ndryshe koha e qetë ose koha me Perëndin. Rri me dishepullin me mjeshtrin çdo ditë, si rri një dishepull me mjeshtrin duke kalu kohë me të përdit. Çfarë do thotë është ajo koha e qetë, koha me Perëndin çdo ditë. Edhe shumica për jush do thoni, brenda jush, ju nuk thatë gjë, po e pash që po e thonit. Sa herë kam gjumë për këtë gjëra, sa herë kam gjumë për kohën e qetë, sa herë kam gjumë për kohën me Perëndin, kam gjumë shumë herë. Shiko, edhe pse shumica prej nesh e di këtë gjë, ama shumica e krishterëve, jo ne, se ne jemi si shpirt, por shumica e krishterëve atje me atan, e fillojnë kohën me Zotin edhe e lënë. E fillojnë prap, e lënë prap. E fillojnë prap, e lënë prap. Edhe e bën gjithë këtë kohën e kalimit me mjeshtrin, dishepulli me mjeshtrin, e bëjnë on and off. Nga herë është off, ofik fare. Shiko, sepse janë disa statistika që thonë 65% e krishterëve e lexojnë Biblën her pas here. E di çfarë thotë her pas here? Shumë rrallë. E për Krishtin, e për Pashkën. 20% e krishterëve e lexojnë Biblën një herë në javë, por vetëm 10% e krishterëve e lexojnë Biblën çdo ditë. Vetëm 10% e dishepujve rrin me mjeshtrin çdo ditë. Kështu që s'ka lidhje me ne, se ne gjithë e lexojmë 100%, por mos u përgjigj, pyetje personale. Ku je ti kur vje puna e të kalimit kohës me mjeshtrin? Ku je ti kur vje puna te kjo gjë? Shiko, a futesh te ky grupi që po e lexoj herë mas herë, e mbaj me ku e kam lënë paktën. E di ku e kam lënë. Ose e dyta, e lexon të paktën një herë në javë, ose tjetra e lexon atë çdo ditë. Nuk ka rëndësi çfarë hapi je, sot do shohim disa gjëra praktike, shumë bazike, në lidhje me udhtimin, me rrugtimin e dishepullit që është koha me Perëndin bazike, sepse duam të zbulojmë, ore, çka ka Perëndia për ne, sepse ai thotë, unë kam për ju shumë më shumë, jashtëmase më shumë. Edhe ne si dishepuj e kemi ndarë mendjen, do ta zbulojmë këtë gjë, edhe hapi i parë është dishepulli rri çdo ditë me mjeshtrin. Edhe janë, të lexojmë ja 2 vargje, 1 Gjoni 8:31. 1 Gjoni 8:31, atëherë Jezusi ju tha judejve që besuan në të. Kush janë ato që besuan në të? Dishepujt.
Ju tha dishepujve që besuan në të. Nëse qëndroni në fjalën time, atëherë dukeni edhe do dalloni që jeni me të vërtet dishepujt e mi. Si sa bukur, nëse qëndroni, nëse kaloni kohë, kjo është e dalluese. Po nga ta dim ne kush janë dishepujt e Jezusit? Nga ta dim ne kush janë ato që kanë besuar te Krishti? Edhe Krishti tha, është shumë e kollajt. Shifi kush janë ato që qëndrojnë në fjalën time. Jakobit 1:25. Ndërsa ai, kjo është për ne, që do ta shikoj me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës. Pjesa fund është shumë e bukur. Kush gërmon të shkrimi, kush e lexon Biblën me nge edhe e shikon me terezi, do ketë pjesën e dytë të premtimit. Cila është pjesa e dytë të premtimit? Ajo do jetë i lumtur. Ajo do jetë i bekuar, e bekuar në veprimtarinë e vet, në çdo gjë. Kjo është fantastike. Kjo është dëshira ime për veten time, për familjen time, për ju, për secilin për jush, që të jemi të bekuar nga Perëndia, ku? Në çdo gjë që bëjmë. Në çdo gjë që bëjmë. Kështu që koha bazike është koha me Perëndin është gjëja më bazike. Është ABC. E di si është koha me Perëndin? Është si ajër, bukë, ujë. Këto janë bazike për të jetuar. Tash po pat ne qumësh me cornflakes mirë, po pat ne përzoll mirë, por çfarë janë baziket që duhet kesh këto një herë, po s'pate këto nuk jeton dot. E njëjta gjë nga ana frymore. Kjo është bazikja për të qenë i gjallë frymërisht. Kështu që për shkak se është kaq bazike, do të jap hapa sa më të cifla të vogla të kuptueshme që gjithë ta bëjmë këtë gjë. Sepse është shumë bazike, shumë e nevojshme. Kështu që e para, të rrim me mjeshtrin, e para, zgjedh pjesën më të mirë të ditës. Zgjedh pjesën më të mirë. Edhe pastaj zgjedh kohën, në këtë kohë unë ulem edhe rrim me mjeshtrin. Mund të jetë edhe nxitja ime do ishte pastaj qëndroj asaj kohe për ditë atij orari. Kam pyetur shumë prej jush, kur është koha më e mirë kur ju kaloni kohën me Perëndin? Kam marrë përgjigje të ndryshme, shumica kanë thënë është në mëngjes, para se dalën shtëpia, disa kanë thënë 20 minuta para se të filloj punë, shkoj më herët te puna, disa kanë thënë kafen e parë e pi me Perëndin. Sa e bukur kjo? Shumë e bukur kjo. Pra, nxitja ime do ishte së pari, zgjidh një kohë, 15-20 minuta çdo ditë. Unë do të sugjeroj mëngjesin, para se të filloj çdo gjë tjetër, filloje kohën me Perëndin. Pse? Sepse kjo është dëshira e unë. Dishepulli hapa i parë, faza e parë, është të rri me mjeshtrin. Sepse ne kemi nda mendjen, çfarë do bëjmë? Perëndia ka jashmase më tepër. E dim që ai ka jashmase më tepër, edhe javës kaluar, çfarë tham? Kush e mamën javës kaluar? Sa herë hedhim një hap të ri, e përjetojmë Perëndin më tepër. Edhe kjo që po ju shty është, hajde hedhim një hap të ri, që ta përjetojmë atë më tepër, që zbulojmë çka ka ai jashmase, çik më tepër, më shumë për ne. Pra është përkushtim. Nëse e ke stabilizuar këtë gjë, e nëse ti je te ky 10% o sa mirë. Mos i çdo nga e koha bukur që kalon me Perëndin çdo ditë. Nëse jo, do të nxis, hajde e provojmë këtë javë. Këtë javë të gjithë bashkë, nga e hëna deri dielën. Caktojmë një kohë, 15-20 minuta çdo ditë. Vetëm për një javë provojmë. Çdo ditë kalojmë kohë me Perëndin për të zbuluar që, shiko, është hedhim këtë hap përkushtimi për të zbuluar një çik më tepër që Perëndia ka me ne. Sepse, ja një thënie e bukur, ti nuk transformohesh nga ajo që bën për Perëndin. Shiko, Irida thot mos, Bora Kush thot mos, i largoj gjithë nga kisha këtu. Por ne kemi nevojë për vullnetar, ne kemi nevojë për çuna goca që kontribojnë edhe bëjnë te kisha, sigurisht. Jam dhunti që Perëndia na i ka bërë, na i ka dhënë, edhe jam për të bërë diçka, për të lavdruar atë. Por transformimi e diku ndodh nga koha që kalojmë me ta. Ndryshimi jot i brendshëm
ndodh të ajo koha e vogël që ti kalon me te. E themi e vogël sepse dita ka 96 qerekore. Edhe është 1% sa i bie, 1,96. 1,4%. Është vetëm një copë nga ajo. Edhe është kështu që arsyeja pse gjithkohon theksojmë mëngjesin, është sepse kur lexon Bibël, kështu kanë po këto tjerët para nesh. Elia, Eliseu, Davidi, Mojsiu, gjithë të burrat. Kështu që le lexojmë vetëm për 2 burra. Davidi tha kështu. Kush e di përmend çtë vargun? E din vetëm ata që zgjohen mes herët. O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim. Në mëngjes do të lartoj drejt teje lutjen time edhe pres. Sa bukur. Edhe për këtë burrin, për Davidin, çfarë thuhet? Kush e di për shkrimin? Njeriu sipas zemrës së Zotit. Ky burri i ngjan shumë mjeshtrit. Pse? Ka kalu kohë mjeshtrin. Çdo mëngjes. Çfarë thuhet për Jezusi vet? Shiko, Jezusi vet kalonte kohë me Atin. Edhe këtë vargun e sigurt që e dim gjithë. Edhe është tek Marku. Marku thotë kështu, pastaj të nesërmen në mëngjes, Jezusi vet kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli, shkoi në një vend, edhe atje taj vendi u lut. Pra që nga shumë e rëndësishme koha në mëngjes. Kështu që pse në një gjë tjetër pse do shtyja për tek mëngjesi, është sepse Perëndis i pëlqen ta vendosim parin. Nëse ti e ve Perëndin parin në pikë të mëngjesit, ai e ka qef atë gjë. Madje diela në kulturën hebraike është dita e parë e javës. Ne mblidhemi kur? Të dielën. Dielën pas dite. Ne se po prit se do të mbledhemi nga ora 5 kur bie drita. Jo, s'ka rëndësi. Edhe në një farë forme ne mblidhemi ditën e parë të javës, edhe ç'a bëjmë? Për t'i thënë Perëndis, ne të vendosim ty prioritetin e gjithë javës. Edhe pastaj kur ti e fillon ditën me Perëndin, po i thua Atit, nuk e di ç'a do ndodhi sot, por duke të vendos ty të parin e ditës, e duke qenë me ty gjatë gjithë ditës, unë jam gati ta pranoj çdo gjë që sjell dita, si pjesë e planit tënd që ti ke për mua. Kështu që edhe kur fillon ditën me Perëndin, ore, çdo gjë përmirësohet. Edhe vetja sikur duket ndryshe. Edhe tjerët sikur duket ndryshe. Edhe puna dhe jeta sikur duket ndryshe. Shiko, edhe nëse e fillon ditën direkt me Instagram, me lajme, me sherre, me tensione, me aksidente, bësh me nerva në pikë mjesit. Akoma s'ke fol me asnjëri, je me nerva. Pse? Sepse është gjëja e parë që ke fut brenda. Edhe një studim thot, 30 minutat e para të ditës vendosin tonin emocional dhe kognitiv të orëve në vazhdim. Opa, 30 minutat e para vendosin tonin emocional edhe mënyrën e të menduarit të gjithë ditës se si do jetë, ndikon humorin, ndikon fokusin, ndikon performancën. Nuk është diçka magjike, është biologjike. Është biologjike dhe psikologjike gjithashtu. Për muzikantët, kur akordohet instrumenti? Para koncertit apo pas koncertit? Edhe në herë, po për ne, kur është e nevojshme të kalojmë kohë me Zotin? Kur zgjohemi mes? Apo kur mbaron koncert, kur mbaron dita, para se flem gjumë? Kur shkon, kur vesh armatimin, ti e vesh për shkon luftë. Jo shkon njërë në luftë, pastaj ndargë, orë taksha, vesh njërë të armatim flia me gjithë pushkë, njërë që të thotë. Pra na është e nevojshme kjo nxitje, koha me Zotin të akordon ty, të pajis ty, të fuqizon ty për gjërat që do sjellë ajo ditë. Kështu që e para ishte kjo, e dyta, bëj gjërat gati që përpara. Që mos jesh mëngjes, po Bibla ime është, o gru, kush, o mami ose gruaja, kështu thritet kur humb ndaj gjë. O gru, kush Bibla ime, ose o ma, kush Bibla ime. Kështu që qëndarë ti e di kush, edhe nxitja ime do ishte 3 ose 4 gjëra të duhen për kohën me Zotin. Duhet Bibla, duhet një blok, një laps. Duhet e naj që për të pi, naj got ujë, naj got dhall, got lëng, got kafe, diçka që ke më përkollaj aty te frigoriferi jot. Edhe shiko, kur ti merr diçka për të shkruar, edhe mendja u bëhet gati për të marrë. Sepse jam ul, kam për të marrë një fjalë, një varg nga Perëndia. Edhe nxitja ime do ishte lexo tek e njëjta Bibël.
edhe duke lexuar tek e njëjta Bibël e duke nënvizuar vargjet, ti e di dhe eksakt sa ta kapish Biblën. Vargu im preferuar është Gjoni kapitulli 3 vargu 16, edhe është në kranë e majt këtu lart. Edhe kjo të ndihmon kur ti e bën kohë me Zotin gjithkohon me të njëjtën Bibël. Edhe sa mirë jemi shumë i njohës Zotit që e kemi Biblën shqip, edhe unë kam marrë Biblën e studimeve vetë. Dhe sa mirënjohës jemi që e kemi Biblën shqip, madje javës tjetër do kemi një studiues të Biblës, edhe është një nga studiuesit e pakët shqiptar të Biblës, që do e kemi të ftuar edhe presim që ai na zbuloj ca xhevahire, ca gjëra të veçanta, sepse ai dhe gruaja e tij kanë punuar 6 vjet për përkthimin edhe për punimin e Biblës shqip, po kanë rregulluar disa sinonime, disa gjëra të veçanta që do të thotë ai kur të vi bashkë me Nusen, por është shumë qef. Edhe sa mirë që kemi Biblën online, YouVersion, kush ndihmon të YouVersion me planet e leximit, edhe e di se janë 3, 4, 5 veta që ndihmojnë për prodhuar plan e leximit dhe për prodhuar risi. Është shumë qef që e kemi Biblën në telefon, por e di pse, për mua është siklet kur e lexoj Biblën në telefon, sepse mund bezisim pikat e kuqe ke telefoni. Përse kur merr telefonin edhe më ka ardhur një mesazh edhe është ajo pulla kuqe, nuk ri dot. Do ta hap patjetër çash aty çash. Ose më ka ardhur një email edhe shoh telefonin grus, email 365 email e pa hap. Unë rri javë pa gjumë, me pas 365 email e pa hap, edhe me nejtë pulla kuqe aty, ose mesazhe ose gjëra pullat kuqe gjithandej. Jo, Allah nuk ri dot. Pra e nuk e kaloj dot kohën me Zotin me telefon, sepse do nizë e pullë kuqe atje, edhe bëhem kryes çashta. Kështu që nëse ti shpërqendrohesh si puna ime, do nxisja mos e bëj kohën e qetë me telefonin, por me Biblën prej letre. Edhe nëse patjetër ke qef ta bësh me telefonin, paktën bëje kështu, airplane mode. Bëje off atë internetin. Edhe është që jo, dua shumë t'jo nxis, edhe di që ti që ke 10 vite në CF, apo 5, apo më shumë, thot, ore kam gjuar këtë mesazhin në para ca vitesh, më duket e më gjuar dhe para ca muesh. E vërteta është, kjo është bazikja jonë. Kjo është bazikja jonë e përditshme. Kjo është bazikja e dishepullit, të rri me mjeshtrin, e të mos heqi dorë nga kjo gjëja, sepse kjo është hapi i parë. Ne duam të bëhemi si mjeshtri, prandaj duam ta fillojmë ditën me të, që në fillim. Kështu që hapi i parë caktoje një moment të ditës, zgjidhe vetë kur do jetë, qëndroj asoj kohës, edhe pastaj në dita tjetër do ishte përgatiti gjërat që të duhen, Bibël, një blok, merr gjithkohon diçka me shkruajt. Merr gjithkohon diçka me shkruajt, sepse sa të fillosh Biblën ti me lexu, do të kujtohet një ide. Si se mora motrën, si se mora këtë, më duke do shkrujt e email, më duke do të bëjt, edhe ca ide që vinë kokë, janë ide të mira. Edhe për shkak se ca ide janë të mira, ka i bloku, vetëm shkruaj aty që mos hik ideja. Edhe ktheu prap përqendrohet e Bibla, prap rri